Përshëndetje miq, dhe ja të kemi në pjesën e dytë të Kyotos. Jemi në tempullin Fushimi Inari. Është nga tempujt më të rëndësishëm jo vetëm të Kyotos, por po ashtu edhe të Japonisë komplet. Është quhet ndryshe tempulli i 1000 portave tori. Ne kemi fatin e madh që ta shikojmë gjithë së bashku dhe për këtë do duhet që të prenerim sponsorin general. Këto di shpatura. Gati shpirti? Për çfarë? Për të ndjerë më afër se asnjëherë afër perëndive. Unë jam gjithmonë afër një perëndeshe. Jemi në akvariumin e Okinawas, ky që desh në vërplasi, që është një nga 3 akvariumet më të mëdha në botë, apo jo? Nuk e dim të sigurt si informacion ose është i dytja ose i treti, më rëndësishështë që në top 3-she. Dhe përpos faktit që do njemi me gjallësa të ndryshme të botës hyjore, ka edhe aktivitete të ndryshme, ka shfaqje ku mund t'i ushqesh kafshët dhe po ashtu ti përkëdhelësh ato. Bashk. Këtu janë yjet e detit dhe këtu janë yjet e tokës. Bashk. Me që nga të shkelesh në rrërë shpëri e dalin këto. Po sharronin për bukë, kështu që tu kishte ca patate, tu kishte pesh, tu kishte ca si qofte me djathë edhe me çajishin dhe mish pesh, nuk e di me çajishin, shumë qishme. Nga shokët e këtyre. Peshkuan vetë. Okinawa përfundimisht is not giving. Pasi ndërruam hotelin tonë fantastik, i cili ishte në mes të askundit, ishim vetëm ne dhe kafshët japoneze aty, gjallësat japoneze. Tham, po vim në mes të qytetërimit, po i kthemi civilizimit, gjithmonë në Okinawa flasim. Dhe Okinawa zgjodhi të na surprizonte përsëri. Tam të shkonim tek pishina që ishte katin e fundit dhe ky djali këtu u refuzua. Jo sepse është njeriu më fit i zonës. Por nga tatuazhet. Edhe i tha, I'm sorry tha, po there are children këtu tha, nuk lejohet. Ruani fëmijët nga tatuazhet miq. Përshëndetje miq të vlogut tim. Kemi prapë sot të ftuar speciale Qeralbe Punarit, moderatorin e famshme mbarkombëtare. Tu jemi në ekvivalentin e tregut Cham, japonez. Po nuk e dim si kush janë Chamë dhe japonez. Edhe është hall mos i pëlqen ai gjë fjalës. Ku po i pëlqeu do e blej dhe s'kemi ku e fuzim. Një copë z Okinawa dhe sigurisht Francesco. Ku do ikim sot? Në Bukov, ku ka gjëra vintage, thrifty. Po nuk e... Ai pa se qa bëri, ai pa si mbullizon, veri njerë tutë, si ulem në vendin tim. Vështirësi teknike. Do shkojmë për të thriftuar. Do shkojmë. Jemi në kërkim të... Unë jam shoqërues. Jemi në kërkim të disa çantave të lezetshme, me çmim ekonomik, gjithmonë origjinale. Pra që është shoqëruesi im më i mirë. Me apo pa dëshirën e tij, çrën si ka këto. Një shpëri e thot, gruaj lumtur burri lumtur, kështu që, eja, më lumturo.
Atëherë, ora është 10 e darkës, ja, është errësirë. Ne u kthyem nga gjithë shëtitja që bëm sot, të gjitha dyqanet po mbyllen, ndërkohë që këto goca që ishin që prej orës 9 të mëngjesit vazhdojnë të jenë këtu për të marrë një autograf nga idolli i tyre. Të cilin s'ka tregon dot sepse nuk lejohet që të gjëra, por që është diku aty. Kuzhina në të cilën duhet jem. Cosmetic kitchen. Sa i bukur jem ore. Vetëm kuzhinë të cilën gatuan Firal. Cosmetic kitchen, edhe një. Tiqet. Ullodhë. Jemi në një nga tempujt më të rëndësishëm të Tokios, Zojoji, por kam një të ftuar special, ju lutem. Lërtmania e tij, Kleri Ballanca. Hello. Ka ardhur të na hedhë ca pikëza dije. Përshëndetje. Na flit pak për rëndësinë e këtij tempullit. Ne jemi te, si thua fjalë te Zojoji, është një nga tempujt më të vjetër dhe më të rëndësishëm të Tokios. Nëse kthehemi mbrapa, Këtu mbrapa i dashur. Kameraman, operator. Përshëndesim Francin te kamera. Stua. Siç mund ta shihni këtë ndërtesën fantastike që është gri, është ndërtesa më e vjetër e drurit në Tokyo, që nga 1600-ta, domethënë. Por sonte është duke u mirëmbajtur, duke Kledi është single, goca. Përshëndetje. Jemi në zonën e brendshme për të parë gjithë pasuritë e këtij tempulli budist, por nuk lejohet që xhirohet, kështu që do duhet ta ikëm. Jemi rrugës për të takuar ambasador Takadën. Casually shopping në Ginza me ish ambasadorin. Ja ku është edhe zoti ambasador, ish ambasadori i Japonisë në Shqipëri, Mr. Takada. Pleasure. And ne jemi duke lëvizur rreth e rrotull Ginzës përpara se të shkojmë. Nëse ky është Francesco, njëri Francesco. Jemi duke bërë xhiro rreth e përqark Ginzës për të marrë disa suplemente, sepse Japonia mbahet për suplemente, dhe pastaj do drejtohemi drejt darkës ku na pret pjesa tjetër e delegacionit. Me këto ritme, për 40 minuta do arrijmë që qohim gjithë Ginzën. Zënjushës nuk i ka dalë gjumë akoma. Edhe kemi marrë një nga to taksitë që po kanë qendro gjithandej. Nuk shumë përshtypje. Jemi në Shokufuji Temple, që është një nga tempujt më të rëndësishëm. Dhe konsiderohet si vendi ku kanë lindur tradita zen e tempujve në Japoni. Ky është vendi ideal për të gjetur veten, për të marrë energji pozitive, dhe po ashtu për gjithë entuziastët e meditimit, mendoj që është destinacion i sugjeruar dhe i preferuar shumë po ashtu. Që është një nga tempujt më të rëndësishëm në afërsi të Fukuokës dhe shtëpia e Budës së Shtrirë, që është edhe statuja më e madhe në botë e bronz, me një gjatësi prej 41 metrash, lartësi 11 metrash dhe që peshon diku te 300 tonë, se nuk gaboj. Ushtari i panjohur japonez. Buda të vegjë. Idhesh e pukthi. Ktheu shpirti. Ule kokën. Omleta të çuditshme.
Luka po pret për bukë. Shpirti drogëri doni qapa veri.